Ajo që është problem të porti, është që ky zotëri, për te influencave ruse ndërtimit, ata që do e marrin menaxhimin, ata që do e ndërtojnë, një post të thatë kontenierësh, ata po na heqin ne një ndër avantazhet ekonomike që kemi. Pra Rama na vrau avantazhin e forcës të lirë punëtore, fuqinë punëtore që e kishim të lirë, e vrau atë, na vrau avantazhin e bujqësisë, të vret avantazhin e energjisë, se nuk ishte koda i vendimi i kombëve të energjisë në bëje për Tecën e Roskovecit, sepse s'di origjina gazit aty. Pra janë shumë të lidhura gjërat. Dhe ne do arrim në një pikë që ky porti ne nuk do jetë me avantazh të kemi një port, ne s'kemi port. Sepse ky është port i thatë, nuk është port detar. Pra aty ti ikën dhe një tjetër avantazh ekonomik, dhe ti bëhesh i varur ekonomikisht dhe rajoni që lidhesh me malin e zi, këto e kurudha që më bën se ka shumë gjë se kaq kjo. Absolutisht, i rikthehet të gjithë fushia, po tani me Pireun në Greqi një herë, që merr fuqishëm dhe ato që ishte pjesë e jona. Pra, ajo që ka ta bëni dje, mbase nuk është shumë trendi dhe interesante për këta që presin me tregu se të ti tregoj Beni se ku i ka fshur miliardat Rama, apo që pi 33.000 euro verë Rama, duhet kuptojnë që ato që tha Beni dje janë aq të rënda sa ky vend do bëhet i pabanueshëm, sa ky vend nuk do ketë më mundësi financiare ta mbaj veten e vet vetëm nëse qoftë që do vazhdoj lekë të pisët, sepse po flasim që kemi një lekë të pisët që ndryshon, që ndikon 40% GDP-n ton, pra nëse s'duan vazhdojnë të vdesin siç po vdesin tek onkologjiku e gjëra tjera, Beni duhet marrë seriozisht. Por kush duhet ta marrë Benin më seriozisht, e tulet në këmbë tokë, është ajo opozita që këto që thot Beni të marrë shkojtë e ato ambasadat, të marrë shkojtë e NATO, të shkojtë ato institucionet që kanë interes, se nuk dorin ata të kuptojnë për Shqipërinë.